Kandidati i lëvizjes vetëvendosje për kryetar të Gjakovës Ardian Gola ka vizituar fshatin Cermjan, ku ka shpalosur disa nga projektet e tij në infrastrukturë. Gola ka premtuar rregullimin e kanalizimit, e trotuareve, ndërtimin e sheshit, fushave sportive e rregullimin e ndriçimit publik. Në Cermjan, ai është zotuar gjithashtu edhe për ndërtimin e nën stacionit të zjarfikësve. Në Fushë Kosovë, kandidati Valon Prebreza ka kritikuar qeverisjen aktuale të LDK se i ka neglizhuar investimet në fshatin Slatin. Ai ka thënë se me qeverisjen e vetëvendosjes problemet në infrastrukturë në mjedis të këtij fshati do të eliminohen. Në Dragash, kandidati Filiz Mustafa ka premtuar se me qeverisjen e tij komuna do t'i mbulojë shpenzimet e ndriçimit publik në fshatin Zaplugje, pasi investimi nuk ishte bërë nga komuna por nga vetë banorët. Ai ka premtuar edhe investime në infrastrukturë, lumenj e parqe të këtij fshati. Na do të ndërtojmë jo vetëm trotuare që kanë me standarde, po njëkohësisht edhe sheshun atje, parkun me hapësirë komunitare, me ulse, me mundësi për rekreacion, ndriçimin publik, në stacioni i zjarfikësve, që është parapara jo vetëm për Cermjan, por edhe për në sheset e rrugove. Në Zaplugje do të përkujdesemi që shpenzimet e ndriçimit publik t'i mbuloj komuna, sepse ndriçimi publik në këtë fshat është bërë me vetë financim të banorëve të fshatit.